The Prime Minister of the Republic of Tashmë për Kryeministri i Republikës së Shqipërisë. Faleminderit që më keni ftuar të jem pjesë e këtij rrugtimi, zoti President. Vota plotësisht e harmonizuar dypartijake që Parlamenti ynë pati në mbështetje të kësaj nisme flet vetë për sa e nderuar është Shqipëria, që është një prej anëtarëve themeluese të kësaj organizate 3. Shumë në thonë se bordi i paqes synon të zëvendësoj Kombet e Bashkuara, por mua nuk më duket si një përpjekje për zëvendësuar Kombet e Bashkuara. Por nëse ndihmon ta shkund atë gjigant në agoni dhe dasht Zoti ta zgjoj, atëherë Zoti e bekoft bordin e paqes. Zoti President, ne përgëzojmë rolin tuaj vendimtar për të ndalur konfliktin pikëllues në Gazë dhe Shqipëria ka konfirmuar pjesëmarrjen e saj në forcën e stabilizimit me trupat e saj. Në të njëjtën kohë, propozoj që ky bord të ftojë të gjitha vendet të kontribuojnë drejt për drejt me ndërtimin e një objekti publik të dedikuar për fëmijët palestinez. Duke bërë kështu, bota do të ndihmonte fëmijët e Gazës që janë pengjet më të pafajshme të lunatizmit të Hamasit, të rriteshin me pranin fizike të vargut më të madh të duarve që ka shtrënguar bashk njerëzimin ndonjëherë. Jo vetëm duke vendosur parat, por po kështu duke sjellë dhe arkitektët e tyre, në mënyrë që bota të transformoj një plak të historisë në një oazë shprese ku dëmshuria merr formë konkrete dhe ardhmja merr formë rreth atyre që meritojnë më shumë, brezi i ardhshëm i palestinesëve. Shqipëria do të ishte privilegjuar të bëjë pjesë e këtij vargu. Lejoni shumë shkurtimisht të tërheq vëmendjen te një tjetër konflikt i hapur, më pranë vendit tim, ku udhëheqja e presidentit Trump gjatë mandatit të tij të parë solli Kosovën dhe Serbinë më pranë se kurrë drejt një marrëveshjeje përfundimtare paqeje. Presidenti i Kosovës që aso kohë u ndalua të udhëtonte drejt shtëpisë së bardhë në mënyrë brutale për të nënshkruar atë marrëveshje në praninë e presidentit Trump. Dhe në fakt kjo ishte ajo çfarë u bë nga ai prokuror sikar